të dashur shqiptar, kjo është Lufta e Yjeve. Historia e Shqipërisë është një roman fantastiko-shkencor i krijuar nga akademikët austriak për të mos lejuar krijimin e Greqisë së Madhe ose perandorisë bizantine. Në perandorinë e Bizantit flitet gjerësisht për ilirët, për gjuhën ilire, toponimet ilire dhe mbas një studimi të hollësishëm që nga viti 2004 dhe deri në vitin 2025 inteligjenca kompjuterike ka arritur në përfundimin që ilirët flisnin helenisht. Dhe unë gjithmonë kam bërë pyetjen, përse perandoria bizantine do krijonte fjalorin e ilirishtes? Sepse nuk ekziston fjalori latinishtes, nuk ekziston fjalori persishtes, nuk ekziston fjalori gjuhëve kelte, me cilët kanë luftuar helenët, kanë bërë luftra. Dhe nuk ka luftë iliro-helene. Nuk ju duket kjo e çuditshme? Nuk ekziston konflikti iliro-helen. Ka patur nga ndonjëherë disa fërkime të vogla, disa shkëmbime, betejash, por jo për jetë vdekje, sepse ilirët flisnin një gjuhë identike me helenët. I vetmi ndryshim i ilirishtes me helenishten është ky. Emrat dalin pa formën e trajtës së shquar, dhe kjo gjuhë gjendet në poemat e Homerit, në Iliadën dhe Odisean. Pra ilirët flisnin dialektin epik. Dialekti epik është përzierja e 26 dialekteve në Iliri dhe heqja e pjesës së trajtës së shquar të emrit. Kjo është ilirishtja, ose gjuha e Ilionit, gjuha e poemave të Ilionit. Fakti që grekët nuk arritën ta kuptojnë një gjë të tillë tregon që janë miop, asgjë tjetër. E vërteta ka qenë gjithmonë para syve tanë. Ilirët flisnin një helenishte të kulluar të dashur shqiptar. Tani, merrni me mend. Një zbulim tjetër edhe më të rëndë ka bërë inteligjenca kompjuterike. Inteligjenca kompjuterike thot që ilirët janë himariot. Merrni frymthell, mos kundërshtoni, mos thyeni telefonin, mos bërtisni se nuk kanë fare vlerë klithmat tuaja. Tani, si u bë ky zbulim i lemeritshëm? Të dashur shqiptar, emri i Himarës në ilirisht është Himara dhe është gjetur kjo fjalë në mbishkrimet në Iliri, në Dalmaci. Dhe himariotët quhen Himaroj. Nuk marr dot frym. I vetmi ndryshim midis ilirishtes dhe dialektit të Atikës është ky. Emri Himarës në helenisht është Himera. Himera është përbindshi i dimrit. Me kokën e dhis, trupin e luanit dhe bishtin e gjarprit, i regjistruar në perandorinë hitite, si përbindësh i dimrit, po ashtu edhe në mitologjinë etruske dhe në bustet etruske është ky busti i Himarës. Është perëndia e dimrit, sepse grekët dhe himariotët nuk e shpjegonin dot ndryrimin e stinëve. Në fakt, vetë emri i Helladës është momenti kur afrohet dimri, kur perëndia e tokës dhe Metër, ose nënë tokë, humb vajzën e saj Persefon, i cili rëmbehet nga perëndia e vdekjes. Dhe përbindshi i perëndisë së vdekjes është Himara, perëndia e dimrit. Fjala Hima e greqishtes është bërë dimën në shqip.
Pra shqipja rrjedh nga një gjuhë ilire, kuptohet. Por himara është emër i lirë. Është hequr pjesa e trajtës së shquar himera. Në dialektin e himariotëve të ilirëve është himara. Pa hen nistore, pikërisht. Kjo është gjuha e ilirëve, gjuha e himariotëve. Pra ilirët flisin greqisht, jo shqip. I vetmi ndryshim midis gjuhës së vjetër të himariotëve dhe gjuhës helene është ky. Helenët thonin himera, himariotët thonin himara, pa formën e trajtës së shquar. Kjo është forma e ilirishtes. Për fat keq. Është shumë e dhimbshme kjo që po ju them. Tani çfarë ndodh? Himariotët, pasi bien në kontakt me grekët përsëri, e ndryshojnë gjuhën e tyre, e vën pjesën e trajtës së shquar. Por t'jeni të sigurt që gjyshurit e himariotëve nuk e kishin. Ilirët nuk e përdornin formën e trajtës së shquar. Ky është dialekti epik, dialekti i Homerit, është folur në himar. Himariotët e shqiptonin fjalën himara pa formën e trajtës së shquar. Po kush janë shqiptarë, do thoni ju? Na e kanë vënë emrin himariotët? Zotrit tanë që ishin atëherë, na thonin penestae, do thot sklever. Ne kemi qenë dhe akoma jemi sot sklever të himariotëve. Himariotët me një mençuri të jashtëzakonshme depërtojnë kryesinë e Partisë Demokratike dhe tani edhe kryesinë e Partisë Socialiste. Të dy partitë kundërshtare sundohen nga himariot. Himariotët kanë ngritur shtëpinë botuese Toena, financojnë të gjitha televizionet private në Shqipëri me lek të Greqisë, kuptohet. Ku gjen lekët Greqia? Janë lekët e lobit greko-amerikan, që është lobi i dytë në Amerikë mbas lobit hebre. Dhe lobi grek kërkon të krijojë ilirinë e lashtë, kërkon të fusi aty Dardanin, që do thot në gjuhën helene mut, kërkon të fusi Dibrën, që në gjuhën helene do thot sklav, penestae. A shikoni pra, të dashur Dibran? Juve do të bëni prap sklever të himariotëve, se ashtu keni qenë gjithë jetën. Por, ndoshta, do ju shpëtojnë filmat e mi, të dashur penest, të dashur drilonas. Himariotët ju kanë quajtur juve me sharjet më të rënda në botë. Më të tmerrshme sharje nuk ka që kanë përdorur himariotët ilirët për shqiptarët. Tashti u marr vesh përfundimisht kush ishin ilirët. Tani e dim çfarë gjuhë flisin dhe pse Perandoria Bizantine krijoi fjalorin e ilirishtes. Ilirit janë pararësit e himariotëve. Ka disa fjalë ilire në shqip, si substrat, sepse ne kemi qenë sklevrit e tyre, kuptohet. Por ilirët flisnin helenisht, të dashur shqiptar. Ju falemnderit për vëmendjen dhe mirupafshim në filmat të tjerë shkencor, sepse e di si është bërë historia e Shqipërisë apo jo. Shqiptarët marrin artikuj nga Enciklopedia Britanike dhe i përkthejnë në shqip. Historia e Shqipërisë është historia e fisëve helene, që sundonin Shqipërinë, Dardanin
Kroacin, që e quanin Dalmacia, grekët. Është historia e fiseve greke, e gjitha, jo e shqiptarëve. Ne kemi qenë penest dhe penestët nuk kanë histori. Në asnjë vend të botës. Kjo është e natyrshme, kjo që ka ndodhur në Shqipëri. Pra penestët sot marrin fragmente të enciklopedisë së Wikipedias, që është kopje e enciklopedisë britanike, e përkthejnë në Shqip, shqiprojnë emrat grek të mbretërve grek i lirë, Himariot, dhe thonë që është historia e Shqipërisë. Të dridhen duart kur e mëson një gjë të tillë kaq të shëmtuar. Kjo është gjë më e turpshme që bëjnë shqiptarët. Përkthejnë duke përdorur inteligjencën kompjuterike artikuj të enciklopedive greke, angleze, franceze që përshkruajnë historinë e shteteve greke në Iliri dhe thonë janë shqiptare. Ky është turpi më i madh i njerëzimit. E pra Himariotët kanë qenë zotërit tuaj dhe akoma ata janë edhe sot. Zotërit e Shqipërisë, Himariotët, minoritarët, kaq të zot janë. Ju jeni sklever të dashur shqiptar. Mirupafshim në filma të tjerë shkencor dhe ju të gjithë jeni pjesë e një filmi të bukur, Lufta e yjeve në Shqipëri. Por autori është Homeri dhe jo Kocaqi të dashur shqiptar. Homeri është autori i historisë suaj.